Kush bën istighfar, syfyre iftar, muin Ramazan, betet fitim tar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'd. Sa po njeriu të futet në varr, e ta mbulojnë me dhe, e ta kaplon atë errësira e varrit, ajo për cilën mas shumti do të ndjen pishmallëk ky njeri, është përkushtimi i pakt ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. E prej gjërave më të lehta që ne në tërësi i neglizhojmë është dhe dhikri, apo përmendja e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhikri është prej adhurimeve më të mahnitshme, nga se nuk kërkon kohë të caktuar, nuk është ritual me mënyrë të caktuar, nuk kërkon shumë mund, por kërkon që na vetëm për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala ta lëvizim gjuhën tonë në përmendjen e dhikrit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Megjithatë, ne e neglizhojmë më shumti në jetët tona. Njeriu duhet të ketë konsiderat që të punon sa më shumë vepra për jetën e përtejme. Nga se ne kemi shumë problem serioz në këtë çështje, andaj duhet t'ju bim pas veteve tona. Në një hadith që shënojnë Imam Ahmedi dhe Imam Tirmidhiu prej Abu Dardas radiallahu anhu, Sheikh Albani për këtë hadith thotë se e ka senedin sahih. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ela unabbiukum bi khairi a'malikum." A t'ju njoftoj juve për veprat më të mira tuajat, më të pastërta tek sunduesi juaj, më të lartën në gradën tuaja, më të dobishmën për juve se sa shpenzimi i arit dhe argjendit në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, dhe më të mirë për ju se sa të përballeni me armikun, t'ua godit juve qafat tuaja dhe t'ia goditni armikut qafat e tyre. Sahabët me zell të madh dhe me interesim të madh thanë: "Bela ya Rasulullah, po i dërguari i Allahut, na trego për këtë vepër kaq madhështore." Për çudi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Dhikrullah", potencon përmendja e Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu në hadithin që shon Imam Buhariu prej Abu Hurairës radhiyallahu anhu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Kelimatani khafifatani ala lisan", janë dy fjalë shumë të lehta për gjuhën, por shumë të rënda në peshore e shumë të dashura tek Rahmani, pra tek Allahu subhanahu wa taala. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Subhanallahi al-azim, subhanallahi wa bihamdihi." Pra ky dhikr kaq i thjesht me lëvizje të buzëve dhe me lagje të gjuhës, peshoj ka shumë tek Allahu subhanahu wa taala. A din kush janë besimtar të cilët e përmendin Allahun? Për këtë besimtar thot Allahu në Kur'an: "Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum." Besimtar hakikat, besimtar të vërtetë, të sinqert, janë ata besimtar të cilët kur e përmendin Allahun subhanahu wa taala, u rrënçethen atyre zemrat e tyre. Andaj, përgozohu nëse të rrënçethet zemra, përgozohu nëse të zbutet zemra me përmendjen e Allahut, nga se tha Allahu subhanahu wa taala: "Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub." Padyshim, me të vërtetë që me përmendjen e Allahut subhanahu wa taala zbuten, rahatohen, qetësohen zemrat. Andaj ky muaj i Ramazanit le të shërben që gjuhët tuaja vazhdimisht ta bëjnë vird ditor, pjesë kohore të ditës, që ta përmendin Allahun subhanahu wa taala, e kjo të vazhdon edhe pas Ramazanit deri në fund të jetës tuaj. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.